Pavarësisht një rritje të qëndrueshme dhe pse modeste në raport me një vit më parë, turizmi po tregon tendenca interesante sa i takon grupeve që po na vizitojnë. Të dhënat zyrtare të lëvizjes së shtetasve nga Instituti i Statistikave konfirmojnë edhe një herë se grupi kryesor që po dominon për shkak nga pesha sa i takon të huajve, përveç shqiptarëve të Kosovës, janë italian. Këta të fundit zën 11,6% të totalit të vizitorëve për këtë vit në periudhën janar-maj. Hyrja e italianëve shënuan një rritje me 7,8% në raportin me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Italianët po preferojnë gjithnjë edhe më shumë Shqipërinë për turizmin e fundjavave, atë miks shëndetësor dhe argëtim, si dhe biznes dhe argëtim. Kosova nga ana tjetër ka shënuar rënje me 6,9% në raportet me janar-maj 2024, që pas liberalizimit të vizave janarin e vitit të shkuar, shqiptarët e Kosovës kanë patur mundësi të udhëtojnë në destinacione të reja duke përdorur jo pak raste aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, teksa sa i takon fundjavave apo pushimeve të verës, një grup jo i vogël i tyre po preferojnë Greqinë. Pavarësisht kësaj tendence, Kosova mbetet grupi më i rëndësishëm në vend, sa i takon peshës së vizitorëve, 33,7% të totalit, ndërkohë një grup tjetër që rezulton me rënje me 5 mujorin e parë të këtij viti janë polakët. Këta të fundit kanë shënuar një ulje me 8,6% të hyrjeve në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Polakët mbetet grupi më i rëndësishëm në vend, sa i takon turizmit të organizuar në periudhën e verës. Turoperatorët kanë konfirmuar se agjencitë e huaja që sjellin polakët kanë rritur kontratat me garanci në 2025-ën dhe se vera pritet të ketë më shumë vizitorë që preferojnë të vinë të organizuar, por vitin e shkuar, një pjesë e rëndësishme e tyre kanë ardhur në formë individuale. Shtrenjtimi i vazhdueshëm i paketave nën argumentin e kostove dhe zhvlerësimin e euros bëri të vështira negociatat vitin e shkuar mes agjencive dhe hoteleve. Në atë kohë, operatorët thanë se Shqipëria duhet të vijojë të mbetet konkurruese në mënyrë që të jetë atraktive për një grup vizitorësh që vinë me paketa, të gjitha të përfshira, apo vagte dhe hotele pa pije. Këtë vit polakët në formë individuale duket se po preferojnë destinacionet më afër tyre, ku Kroacia është një ndër to duke shënuar për janar-maj një rritje me 8% të këtij grupi në këtë shtet. Spanjollët janë gjithashtu të zhgënjuarit e radhës që në janar-maj pa një rënje me 7,5% në hyrje në raport me një vit më përpara. Ashtu siç ka grupe në rënje, ka dhe të tjerë në rritje të dukshme, një sinjal ky pozitiv gjithsesi për ecurinë e turizmit dhe këtë vit. Gjermania dhe Franca ka shënuar rritje të dukshme në periudhën janar-maj 2025 me respektivisht 29% dhe 40% në raport me të njëjtën periudhë në një vit më parë. Zvicra dhe Austria po ashtu janë në rritje me 21,6% dhe 22,8% në total. Deri në fund të majit, vitin e vizituan 3,4 milion të huaj dhe një rritje 1,9% në raport me një vit më parë. Pritshmëria është që viti 2025 të shënojë një tjetër rekord historik, sa i takon hyrjes së shtetasve të huaj në vend, edhe pse ritmi i rritjes po shfaqet më i ngadalësuar se një vit më parë.